këndshme. Sepse po provokohen dy gjona shumë ndishme të shqiptarët. Ajo e adhe dashurisë edhe e fesë. Është gabim marrja në pronësi e shqiptarizmit nga religionet. Nuk të bën as ma shqiptar që je musliman, po as ma katolik. Do më thonë, shqiptar lind. Ndërsa religionin mujna me trashiku, mujna me ndru, ta shko shumë që po ndryshojnë, po këte jem prap katolik, po konvertojnë musliman, do më thonë, që kjo është gabimi se po preken në dy pika kryesore ku shqiptarët zakonisht reagojnë shumë keq. Prandaj është gabim me marrë, mu ma shumë më shqetësoj ajo deklarata e dytë që shqiptarët kanë fillu me kuptu që shqiptarë je nëse je katolik. Që kjo është e që po thëmë marrja në pronësi e shqiptarizmit. Se nëse je katolik ti je ma shqiptar, ose nëse je musliman je ma shqiptar. Që kjo është gabimi maj madhë që po bëhet. Shqiptar je lind, sepse na kena për një histori para se me konë katolike, para se me konë muslimane, kemi një histori ko gjatë, edhe pa religion heq. Kështu që nuk bën mu përzi këto qashtje, religionin nuk bën mu përzi ka atë dashuria jonë që kena për venin tonë, për shqiptarin. Nëse lejohet, për shembull, shpesh diskutohet ose prejudikohet peza disa kryeministra në Perëndërinë Osmane. Jo ka qenë në shërbim. Po ne duhet jemi kujdesshëm se edhe Konstantini që ka qenë si i lirë ka zyrtarizu fenë krishterë. Ne nuk guxojmë dy diametrale. Nëse vezirët Osman me origjinë shqiptare pas kanë qenë në shërbim dhe tradhtar, atëherë në mënyrë indirekte edhe një Konstantin i Madh që ka qenë shërbim Perëndërisë Osmane. Ne duhet t'i marrim si figura, personalitete që ka qenë jo pa ndikim, sepse